Princesha Diana shiste rrobat e saj dhe parat i përdorte për garderoba e princeshës Diana ishte ikonike dhe sipas shërbyesit të saj mbretëror Paul Burrell, ajo shiste disa prej veshjeve të saj në dyqane rrobash të përdorura. Arsyeja pse e bënte këtë është e papritur dhe lidhet me djemtë e saj, princin William dhe princin Harry. Disa fustan nuk ishin destinuar kur për ankande apo muze, shkroi ai në librin e tij. A Royal Duty. Burrell shtoi se ishte vendimi i Dianës të shiste disa prej veshjeve të saj për të siguruar para xhepi, sepse antarët e familjes mbretërore rrallë mbanin para në dorë. Duke siguruar para në dorë, ajo mund t'i shpenzonte si të dëshironte pa lënë gjurmë dhe t'i çonte djemtë e saj William dhe Harry në kinema ose në McDonald's, vazhdoi ai. Për William dhe Harryn, Burrell shkroi: në paradoksin më të madh jetës së tyre mbretërore plot luks, princat e rinj ishin të magjepsur nga parat dhe nga mënyra se si fytyra e mbretëreshës Elizabeth zbukuronte çdo kartmonedh të çdo prekje. Sa i përket ankandit përmendur më herët të Kristis në qershor të vitit 1997, ideja për të shitur rrobat e Dianës për të mbledhur para për bamirësi kishte ardhur nga William. Sipas The New York Times, eventi solli $3.25 milion nga shitja e 79 fustaneve të mbrëmjes. Kjo do të thoshte një mesatare prej më shumë se $41.000 për fustan, shumë më tepër se vlera prej $5.000 Kristjes kishte parashikuar për secilin prej tyre. Paratë e ankandit shkuan për organizata bamirësie që mbështesnin luftën kundër kancerit dhe sidës. Në një event morën pjesë më shumë se 1100 persona, pa e ditur askush se deri në fund të verës ai do të merrte një kuptim edhe më prekës pasi Diana do të vdiste në një aksident automobilistik në Paris, vetëm 36 vjeç në 31 gusht. Lord Hindley, organizatori i ankandit dhe kryetari i Christie's International, tha se Christie's kishte mbledhur rreth dyfishin e shumës që kishte pritur sipas The New York Times. Drejtoresha krijuese e Christie's International, Meredith Etherington Smith, kishte vizituar shtëpinë e Dianës në Kensington Palace për të parë fustanet e saj dhe ishte habitur nga një dhomë mjaft e madhe mbushur plot me rroba. Gjatë ankandit në New York në qershor të vitit 1997, Diana qëndroi në Londër për kërkoi që Christie's t'i dërgonte rezultatet gjatë natës. Ajo dëshironte një faks që shërbyesi i saj t'i sillte bashkë me tabakan e mëngjesit, ka thënë ajo. Edhe sot, gati 30 vjet pas vdekjes së Dianës, veshje dhe sende nga garderoba e saj vazhdojnë të dalin në ankand. Verën e kaluar në Los Angeles u zhvillua një nga ankandet më të mëdha të sendeve të Dianës, ku 300 objekte u nxorën në shitje. Por ka një kategori veshjesh të Dianës që nuk do të dalë kurrë në ankand apo shitje: palltot e saj të dimrit. Këtë e ka thënë Martin Nolan, bashkëthemelues dhe drejtues ekzekutiv i Julien's Auction, organizatori ankandit të vitit 2025, Princess Diana Style and Ariel Collection. Nuk sheh kur një pallto të Dianës në ankand, sepse ajo i kërkonte shërbyesit të saj, stafit dhe miqve të udhëtonin nëpër Londër në janar shkurt në ditët e acarta të dimrit. Ajo gjente njerëz të pastre dhe u jepte palltot e saj, tha Nolan. Kështu ishte ajo, pa spektakël dhe pa bërë zhurmë.